me vepra dhe jo me fjalë, që është zoti Berisha. Dhe më pas do flasim kushdo do marrim me radhë, me 2 deri në 3 minuta ju lutem, sepse ju e shikoni se sa shumë njerëz jemi, që të mund të ofrojmë mundësisht zgjidhje konkrete dhe jo gjëra që tashmë i dim dhe i kemi thënë dhe i stërthënë. Faleminderit, ja kaloj fjalën zotit Berisha. Faleminderit. Së pari, ju falenderoj për ndërhyrjen dhe falenderoj të gjithë ju që jeni të pranishëm sot në këtë takim të cilin e konsideroj shumë të rëndësishëm, të mbledhur në një moment, do të thosha përcaktues për të ardhmen e vendit dhe të shoqërisë tonë. Falenderoj me mirënjohje të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile të pranishëm në këtë takim, përfaqësuesit e forcave politike dhe shpreh bindjen se konkluzioni apo përfundimi i këtij takimit me një front të përbashkët në këto kohë kritike që kalon Shqipëria është përgjigja më e duhur, është përgjegjësia më e vërtet që ne marrim në këto momente para vendit dhe kombit tonë. Të nderuar të pranishëm, sot Shqipëria, vendi ynë i dashur, vlerësohet si një rrezik, si një narkoshtet rrezik për Europën. Rrezik për Europën. Ky narkoshtet u krijua nga qeveria aktuale dhe Edi Rama për qëllimet më ugërzeza ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ju rikujtoni këtu vitin e zi 2015 kur Shqipëria u mboll nga Pogonia Kakavia gjerë në kufi me plave guci me mira plantacione kanabis. Se si propaganda qeveritare u servir të shqiptarve kanabisin si një drejtim i ri, zhvillimi, pasurimi. Politik kjo që u kundërshtua e vërteta është nga njerëz të përgjegjshëm në atë qeveri, konkretisht ish zëvendës kryeministri. Paralajmëroi Edi Ramën se ky është shkatrimi i ekonomisë, kurse ai insistoi se kjo është para, dhe paraja është e dobishme. Asnjë vend, asnjë kom tjetër nofta në Europë, asnjë vend, asnjë kom tjetër në Europë se
në Amerikën Latine e kanë provuar, nuk kanë provuar si shqiptarët, se sa toksike është paraja e drogës, paraja karteleve, se sa shkatrimtare është për ligjin, për demokracinë, për jetën, për ekonominë e një vendi, kjo para. Dhe sot, ne përfundojmë një vend aleat i NATO-s rrezik për Europën. Duhet të njohim një merit historike. Presidentit Donald Trump, që shpalli kartelet e drogës organizatat terroriste. Sepse në fakt për fuqinë e tyre shkatrimtare, ato krahasohen dhe të i kalojnë organizatat më të fuqishme terroriste. Në këtë kuadër të karteleve organizata terroriste, Shqipëria mund të renditet e dyta pas Venezuelës ose krahas Kolumbisë. Shqipëria është sot koka, Shqipëria zyrtare, e karteleve më të fuqishme të drogës në Europë. Për dy arsye. Së pari, sipas Organizatës Kombeve të Bashkuara, Shqipëria është eksportuesi kryesor i kanabisit në Bashkimin Evropian. Dhe në vendin e parë. Së dyti, zhvillimet e këtyre 2 viteve të fundit kanë faktuar në mënyrë të pakundërshtueshme se trafikantët shqiptar, kartelet shqiptare të kokainës, përcaktojnë çmimin e këtij helmi në Europë. Dhe çmimin e përcakton ai që sjell më shumë. Ai që është aksioneri më i madh. Dhe aksioner më i madh janë bashkëpunëtorët e Edi Ramës, Franz Çopja, dhe grupe tjera të cilat ne as nuk i dim, po unë vetëm një emër, vetëm një dhanë do t'u jap ju. Në Paraguay, një super trafikant i quajtur Diego Benitez, i cili disponon në vit 350 ton kokain, bashkëpunon jo me një, por